Ju mendoni se Balluku ka përgjegjësi maksimale? Jo. Përgjegjësitë maksimale e ka gjithmonë kryefamiljari dhe kryefamiljari shqiptarëve në këtë moment është kryeministri Edi Rama. Ne e kemi thënë, nëse nuk shkon drejt qeverisë tranzitore, sidomos pas zgjedhjeve të 2021 dhe pas zgjedhjeve të 2025, rreziku është eminent për të. Edi Rama duhet kuptoj që vetëm ka një shans të shkoj drejt vakancës, sepse ne nuk mund të lejmë që të ndërtohet këtu shteti i prokurorëve. Prokurorit duhet të hiqte imunitetin me kërkesë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Nëse nuk hiqet imuniteti, si mund t'i bllokosh pasaportën zëvendës kryeministrës? Si mund ta bllokosh zëvendës kryeministrën nga detyra? Kush je ti? Është pyetja. Po ndërkohë besoj se kam dhënë përgjigjen. Stop Republikës së Prokurorëve. Nuk dihet se kush e kontrollon prokurorin. Nuk dihet. Por duhet shteti i së drejtës. Zbato kushtetutën. Prokurorët dhe gjykata ka shkelur kushtetutën, por nuk mbajnë përgjegjësi. Pse? Prandaj është gjykata kushtetuese. Dhe veprimi që bën Rama për ta dërguar gjykatë kushtetuese është më se normal. Po është i vërtet konstatimi juaj që amerikanët përgatisin territor, sepse ne jemi shtet antar i NATO-s. Ne nuk mund dhe nuk na lejohet asesi të bëjmë shaka me presidentin Donald Trump. Ndërkohë që presidenti Donald Trump thot organizata Soros organizat e korruptuar, ne çfarë bëjmë? Ne mbajmë 110 deputet të Sorosit në parlament. Pra tereni politik patjetër që do të përgatitet. Ndihmësi, la Civita që erdhi këtu ishte ndihmësi fushatës elektorale të presidentit Donald Trump dhe s'mund të bësh shaka me të, aq më keq të bësh shaka me presidentin. Çfarë duhet bëj Rama? Unë ja thash në përgjigjen e pyetjes parë, ka vetëm një shans dhe vetëm një, qeveri tranzitore. Dhe i ikën lakut. Nuk mund të lejojmë, theksoj, shtetin e prokurorëve, edhe në rastin kur prokurorët e SPAK dihet shumë mirë që është një investim amerikan. Nuk është investim i Kosit apo i Dhallës, i njerëzve të UDB-s. Duhet largohet Rama nga njerëzit të UDB-s. Duhet largohet Rama nga njerëzit që kontrollohet në 50 milion euro kash drejtim Turqisë. Rama duhet largohej që me xhamin me 4 minare. Ai do të vazhdoj rrugën e neo-bizantinizmit, kjo e rrezikon. Prandaj është bërë institucioni i ekzekutimit të veprave penale ndërreç edhe disa të tjera, siç është tjetër institucion progredec për zonjat. Por në këtë rast gjithmonë duhet kujdes. Duhet kujdes. A ka presion ndërkombëtar? Patjetër. A ka presion amerikan? Po patjetër, ne e kemi thënë Ramës. Ai futre. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut shkoi në zyrën e presidentit Donald Trump. Pyetja është, pse Edi Rama nuk e bën tryezën e partive politike për të ulur tensionet, për ta tensionuar vendin, i cili është mbytur në krim dhe në drogë, në vrasje në mes të aeroportit të Rinasit? Çfarë është kjo? Unë i them Edi Ramës, nuk mund të them të ketë mendim, se ai është kryeministri, që e ka pranuar edhe opozita në një farë mënyrë, jo Partia Konservatore. A jemi ne pjesë e kësaj? Është pyetja juaj, po patjetër që ne jemi pjesë, ne mbajtëm institucionin e parlamentit në këmbë dhe mbajtëm qeverinë e Edi Rama në këmbë 2019. Patjetër që ne nuk flasim pa përgjegjësi. Ne këshillohemi me amerikanët, po ja them, me këshilltarët presidentit amerikan, nuk them natë për natë, por nuk kalon pa 2 këshillime. Jo e vutë re besoj deklaratën e Partisë Kombëtare Konservatore, që ishte kësaj radhe më e gjata në të gjithë deklaratat që kemi bërë ne. Për të thënë që askush nuk mund të kontrollojë dhe të ndërtojmë ne shtetin e prokurorëve. Ne nuk duam qeveri të prokurorëve këtu. Drejtësia shtyll më vete. Qeveria shtyll më vete, legjislative shtyll më vete dhe ju, grupi i gazetarëve, jeni e 4 shtyll e pluripartitizmit. Ndryshe, ose kemi regjim, ose kemi Republikë Prokurorës. Dhe Republika Prokurorëve të Bedris Pahiut nuk mund të rikthehet, nuk do ta lejojmë të rikthehet. Ju po më pyesni se kush do të arrestohet.
nga VIP-at. Jo vetëm VIP-at, po dhe biznesmen që kanë inkasuar 113 miliard euro në banka offshore. Se s'duan përmenin tani këtu Gibraltarin apo Azerbajxhanin. Të gjitha ta që kanë vjedhur, ka të rëmbyer, i bëj ftesë thirrje të kthejnë sendin e vjedhur. Nëse kthen sendin e vjedhur, do të thotë që je i penduar, do të thotë që mund të shpallim një amnisti, por me qeverinë tranzitore, për të shpëtuar atë çka mund të shpëtohet nga kjo gjëm që i përgatitet vendit. Kush është gjëma? Po arrestimi i një kryeministri ose tentativa për ta dërguar atë pranë Spakut, atje të dëshmoj të një vendi që është vend antar i NATO-s, është një skandal i madh. Atëherë për ta larguar këtë, çfarë duhet bëjë Rama? Të ulet opozita, parti parlamentare, jo parlamentare, ku normalisht përfaqësia konservatore do të jetë. Le ta bëjnë në nivel akademik, le ta bëjnë në nivel politik, atë zgjedh gjithmonë Sali Berisha që është i PD-s, edhe Edi Rama që është i PS-s. Ata janë dy. Kurse disa partuçka të tjera që kanë vënë zjarr këtu në këtë vend, edhe kanë luajtur për mandate deputetësh, kjo pastaj ha diskutim. Edhe një herë theksoj, nuk mundet Shqipëria të vazhdoj me njerëz të Sorosit edhe brenda Spakut, edhe brenda GKK-s, edhe KPK-s, çfarë është ajo? Nuk mundet të kontrollohet nga Soros. Gjithë Europa kontrollohet nga Soros. Vjen këtu marr takosat dhe e bën dhall. Jo, stop. Edi Rama, lutem, dhe po flas tani për të thënë dhe një tjetër. Nuk du të të majmën e mësim, se nuk e ke majtë sa duhet, shiko ku ke shku. Je në buzë Greminës, të kanë marrë 2 zvëndës kryeministrat. Dhe ato, normalisht, që aty vinë emisarët amerikanë edhe të tjerë. Nuk janë vetëm ata. Kështu që, me kujdes, të shkojmë drejt qeverisë gjithë përfshirëse, zgjedhje të lira, të barabarta, me standard europian, ama me vot importuese amerikane. Vetëm amerikanët janë në Aleancën Atlantikut njerëzit më serioz. Shqipëria deri tani nuk ka qenë serioze, sepse është bërë shaka me Donald Trump, nuk bëhet shaka me presidentin amerikan. E vutre, e theksoj, e thirri në zyrë kundërshtarin e tij. Mund të shkojmë së bashku tek presidenti Trump tani, zoti Rama, zoti kryeministër. Mund të shkojmë së bashku, ne kemi rrugën të hapur për atje, por nëse ka një vendim për vendimarrje më të madhe, nëse do të lush me kulisat të çojnë drejt rrezikut dhe i dini gjithë kryeministrat nga Kroacia, nga kryeministri i Maqedonisë, kryeministri Malizzi, ai bulgar, ai rumun, ju nuk bëni përjashtim, jemi në Gadishullin Ilirik. Nuk jemi në Ballkanin Perëndimor. Jemi në Europën jug lindore. Vëmendje shkëlqësia juaj zot një kryeministër. Mirë e bone që e çovën gjykatë kushtetuese, po shumë mirë për të mbrojtë shtetin e së drejtës. Gjykata kushtetuese ka të drejtën e saj legjitime për të hequr imunitet, për të mos e hequr imunitetin, për të hequr pasaport, për mos të hequr pasaportën. Prandaj kemi gjykatën kushtetuese. Ne jemi shtet plural. Faleminderit Ermanit që ishim së bashku.